Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Me gjithë premtimet për zgjidhjet kërkesave të studentëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kryetari i Kuvendit Afrim Gashi pranon se ende nuk ka një nismë ligjore. Në pyetje nëse ndonjë nga grupet parlamentare dorëzoi nismë për interpelancë te ministri i Drejtësisë Igor Filkov, Gashi u përgjigj se deri tani nuk është dorëzuar një kërkesë e tillë, por nëse së paku 5 deputetë paraqesin, kjo do të vihet në rend dite të seancës. Në lidhje me kërkesën e studentëve që provimi i jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe, Gashi tha se ligji për gjuhë duhet të respektohet dhe të sigurohet dygjuhësia në provim. Përfaqësuesi i koalicionit Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut i komentoi si kërkesë të vënuar thirrjen që provimi i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe. Përse i diun, kjo është një drejtë ligjore që më parë nuk i është mundësuar studentëve. Kjo vërtet duhet të shumë më herët bëhet dhe tani ka ardhur koha që të bëhet dhe do bëhet vërtet. Dhe atë që e tha dhe kryeministri është një drejtë ligjore që ndoshta edhe nuk ju është mundësuar studentëve që të drejtohen në gjuhën shqipe. Ja tani me qeverinë Vlen do të mundësohet që studentëve shqiptar, sidomos dhe të tjerëve të interesuar të nënshtrohen provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën e tyre anëtare, pra në gjuhën shqipe, siç duhet edhe të ishte shumë më herët. Ndose premtoi zgjidhje, Blerim Sejdiu nuk dha një afat të caktuar se kur mundet që studentët të nënshtrohen në gjuhën shqipe provimit të jurisprudencës. Ne nuk kemi ndonjë afat për arsye se komisionet e parlamentit duhet sa më shpejt të ju është dhënë instruksione që në mbledhjet e radhës të komisionit të kalojnë këtë pra, si një drejtë që duhet t'ju takojë studentëve, dhe kjo me rëndësi është se është prioritet i kësaj qeverisje dhe se kjo çështje tashmë le të themi se është e zgjidhur. Tani ngelet pjesa formale juridike, të hin fuqi dhe të zbatohet sa më shpejt. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Mickosi deklaroi se ligji për përdorimin e gjuhëve lejon zhvillimin e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe në rast se paraqitet një kërkesë e tillë nga studentët. Duke komentuar kërkesat e studentëve të juridikut, Mickosi tha se baza ligjore është e qartë dhe se institucionet duhet ta respektojnë atë. Nëse ekziston kërkesë që provimi të jepet në gjuhën shqipe, kjo duhet të lejohet. Ligji për gjuhët është i qartë në këtë aspekt, u shpreh kryeministri. Kërkesa për zhvillimin e provimit të jurisprudencës në shqip është bërë zyrtarisht nga studentët e juridikut, të cilët kanë dorëzuar një peticion në disa institucione përfshirë Ministrinë e Drejtësisë, Inspektoriatin për përdorimin e gjuhëve, Agjencinë për zbatimin e gjuhëve, Kuvendin dhe Qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut. Ministri për ropën e punët e jashtme në Shqipëri Elisa Spiropali përgëzoi studentët shqiptar të Maqedonisë së Veriut të cilët kërkojnë të drejtën për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Në një postim në rrjetet sociale, Spiropali tha se dialogu mbetet rruga më e sigurt për forcimin e besimit dhe standardeve demokratike. Ministri Spiropali shpreh vlerësimin për gatishmërinë e institucioneve të Maqedonisë së Veriut, veçanërisht kryeministrit Mickosi dhe zëvendës kryeministrit Sali për të trajtuar këtë çështje me seriozitet dhe në përputhje me kushtetutën dhe kuadrin ligjor të vendit. Në Maqedoninë e Veriut, 385 studentë shqiptar nga 3 fakultete juridike, ai Universitetit të Tetovës, Universitetit të Europës Juglindore dhe Universitetit Nën Tereza kanë dorëzuar një peticion ku kërkojnë që ky provim të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe krahas maqedonishtes. Jep dorëheqjen nga funksioni i sekretarit përgjithshëm të Aleancës për shqiptarët Blerand Ramadani. Sipas tij ky vendim nuk është një lëmë të mirë, por një ripozicionim. Demokracia është arti i respektimit të shumicës, e pranoj këtë realitet dhe zgjedh të liroj rrugën me dinjitet duke mbetur konsekuent në qëndrimet e mia. Nga sot e tuti energjinë time do ta kanalizoj aty ku vendi ka nevojë etike, tek shkenca dhe zhvillimi strategjik, deklaroi ish sekretari i përgjithshëm i Aleancës për shqiptarët Blerand Ramadani. Rajoni. Zyra e prokurorit të specializuar për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë kërkon 45 vite burg për shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Në përfundim të procesit hetimor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, krye prokuroria Kimberly West tha se dënimi është vetëm për personat akuzuar dhe jo për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërkohë, SPS-ja kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e akuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm për 45 viteve mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë. Ajo ka pretenduar se 100 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë abuzuar në kapet e ndalimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sipas saj, qëllimi i këtyre personave ka qenë për të fituar dhe ushtruar kontroll në të gjithë vendin.
Të nderuar gjykatës, që keni dëgjuar dëshmi të prokurorisë të rome edhe serbe. Dhe në mënyrë që të arrinin qëllimin e tyre, të akuzuarit kanë kryer krime kundërshtarëve të tyre të perceptuar për të pasur kontroll në gjithë Kosovën. Ndërsa në lidhje me deklaratat e diplomatëve të lartë, kryeprokuroria deklaroi se ata nuk kanë patur informacion për situatën reale në terren të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Diplomatët e dinë që prej fillimit që thuajse gjithmonë ata nuk do ta dinë asnjëherë historinë të plotë. Atyre ju duhet që të bëjnë gjykime, të bëjnë strategji, të këshillojnë qeveritë e tyre mbi bazën e informacionit domosdoshmërisht të paplot. Ktu përfundoi citimin. Dhe ky informacion i paplot sigurisht lidhet me atë që është shumë e rëndësishme për këtë gjykatë dhe që duhet të përcaktohet si përparësi për kësaj gjykate, që janë provat empirike. Kjo është e vërtetë jo vetëm për zëvendjen e unikut që e tha shprehimisht atë në dëshmi, por është njësoj vërtet edhe për dëshmitarët të tjerë ndërkombëtar të thirrur nga mbrojtja në këtë çështje gjyqësore. Në gjyqin ndaj shkrerëve të UÇK-s, prokurori Alan Tiger përsëriti se Hashim Thaçi, Kadri Veseli ishin në vijën e parë të UÇK-s që prej fillimit dhe kishin rol të rëndësishëm. Prokurori përshkroi Recep Selimin si person në lidhje të ngushta me Adem Jasharin dhe me rol të rëndësishëm në fushë betejë dhe si dikush që gëzonte shumë respekt dhe besueshmëri nga luftëtarët. Sipas prokurorisë, Selimi ka qenë organizator dhe pjesëmarrës në sulmet e vitit 1997 kundër forcave serbe. Prokurori pretendon se të akuzuarit kanë kryer sulme kundër serbëve, antarëve të Partisë Socialiste Serbe që pretendoi se bashkëpunonin me organet e pushtuesit apo merrnin pjesë në veprimtari të tjera të paspecifikuara antikombëtare. Zëdhënësi i zyrës së prokurorisë speciale në Hag deklaron se akuza kërkoi 45 vite burg për secilin nga ish-krerët e UÇK-s. Pas interesimit të medjave, Christopher Bennett sqaron se ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit kërkohet 180 vjet burgim në total. Zyra kërkon dënim për të gjitha 10 akuza dhe vendosin një dënimi të vetëm prej 45 vitesh bazuar në kontributet individuale ndaj krimeve. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi po përballen me akuzat e ngritura nga zyra e prokurorit të specializuar, të cilat i kanë cilësuar si të pabazuara. Mbrojtja i ka hedhur poshtë akuza dhe ka argumentuar se UÇK-ja nuk ishte strukturë të organizuar komanduese, ishte prorë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen në paraburgim në Hag prej nëntorit të vitit 2020. Gjykimi ndaj tyre ka nisur më 3 prill 2023, gati 3 vjet pas konfirmimit të akuzës. Ky vit pritet të jetë vendimtar për 4 në UÇK-s, të cilët ndodhen në paraburgim në Hag prej 5 vitesh. Dhomat e specializuara në pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por veprojnë me personel ndërkombëtar në Hag të Hollandës. Bashkimi Evropian është financuesi kryesor i gjykatës speciale, e cila u themelua në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës pas kërkesës së bashkisë ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, deklaroi nisjen e fazës përmbyllëse së një procesi të gjatë të rënë gjyqësor në Hag, duke theksuar se për më shumë se 5 vjet janë rrëzuar një nga një të gjitha akuzat ndaj shkrerëve të UÇK-s. Në një postim në rrjetet sociale, Hamza ka thënë se gjatë këtij procesi, çlirimtarët, ekipet e tyre mbrojtëse dhe dëshmitarët kryesor kanë qëndruar me dinjitet dhe me argumente të fuqishme duke dëshmuar të vërtetën historike të luftës çlirimtare të popullit të Kosovës. Ai ka nënvizuar se ky proces nuk përfaqëson vetëm një akt juridik, por dhe një provë të rëndësishme të ndërgjegjës ndërkombëtare ndaj së vërtetës dhe drejtësisë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, shpreh mbështetjen dhe ka bërë thirrje për pjesëmarrje në marshin drejtësi dhe jo politik. Ai do të mbahet më 17 shkurt në sheshin Skënderbeu në Prishtinë për të mbështetur dhe për kërkuar asgjë më shumë se drejtësi ndaj shkrerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag prej më shumë se 5 vitesh. Qëndrojmë gjithmonë në të drejtën e luftës sonë për liri, shkruan Ramush Haradinaj. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, reagoi ashpër ndaj kërkesës së kryeprokurores Kimberly West për dënime deri në 45 vjet burg për secilin nga çlirimtarët e UÇK-s në Hag. Ai e ka cilësuar këtë veprim si skandaloz. Serbia sot është e kënaqur me prokurorët që kanë punuar kundër Kosovës, deklaroi Gucati. Kreu organizatës së veteranëve të luftës tha se pret lirimin e Thaçit dhe të tjerëve duke i konsideruar heronj dhe simbol të luftës për liri. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se pavarësisht sfidave të vazhdueshme, rruga e Kosovës drejt antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian është e pandalshme. Në intervistë për median britanike Monocle, ajo ka folur për integrimin euroatlantik duke theksuar gjithashtu potencialin zhvillimor dhe perspektivën afatgjatë të vendit. We're the only country in the Western Balkans that does not have a candidate status
to apply for the European Union. We've applied, but we're not a candidate member because of some political domestic considerations of a few countries within Jemi the EU. vetmi vendi i Ballkanit perëndimor pas status kandidati. Ne vazhdojmë të qëndrojmë në këtë rrugë. Edhe pse raportet e Bashkimit Evropian e randisin si reformuesin kryesor në sundimin e ligjit të drejtat e njeriut, demokraci dhe zhvillimin ekonomik, përparimi nga ana e tyre mungon. Por dhe durimi ynë nuk do të shteroj, sepse kjo është më e rëndësishme. Qëndrimi në vlerat euroatlantike është pjesë e identitetit tonë historik. Ne do të qëndrojmë në këtë rrugë, nuk do të flirtojmë me fuqi të tjera dhe shpresojmë të frymëzojmë edhe të tjerë. Is so important to us that historically speaking we never ever gave up on that identity and what it means to us. So we will stick to that. We will never flirt with other powers and we will make sure that we hopefully inspire others a little bit too. Deklaroi Vjosa Osmani. Kongresmeni amerikan Keith Self mbështet antarësimin e Kosovës në NATO. Gjatë një tryeze me deputet shqiptar në Kongres, ai ka theksuar se ky do të ishte një hap vendimtar për stabilitetin dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit. Keith Self deklaroi se kjo çështje përbën një mision personal të tij dhe një element kyç për krijimin e ekuilibrit strategjik në rajon, duke bërë thirrje për tejkalimin e kundërshtimeve që vijnë nga disa vende anëtare. Unë po kërkoj ekuilibër në Ballkan, dua ekuilibër në Ballkan dhe mendoj se një nga pjesët kyçe dhe e ka marrë si mision personal është antarësimi i Kosovës në NATO, e cila do të ishte një forcë jashtëzakonisht stabilizuese në Ballkan, u shpreh Self. Sipas tij, rajoni mbetet i brisht nga pikpamja e sigurisë dhe kërkon hapa konkret për të shmangur tensione dhe për të ndërtuar qëndrueshmëri afatgjatë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mbledh grupin parlamentar dhe pralemron reformë në sistemin gjyqësor. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe rivendosjes së pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, kryeministri deklaroi se të gjithë anëtarët e trupës shfaqën unanimitet lidhur me problemin, por ndahen tek rrugëzidhja. Për këtë arsye, ai kërkon angazhimin e grupit parlamentar socialist për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Për Ramën, e vetmja palë e përmbushur nga rikthimi i pezullimit është SPAK-u, që në këto kushte mund të vazhdoj krejt qetësisht hetimin përkatës. Sipas tij, deri në adresimin ligjor të zgjidhjes, nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën për heqjen e imunitetit. Rama pretendon se funksionet e padelegueshme kushtetuese nga i antarit të qeverisë tek ai i presidentit të Republikës dhe jo vetëm nuk mund të pezullohen. Pas pralemërimit të kryeministrit Edi Rama për reformë në sistemin e drejtësisë përmes ndryshimeve ligjore, reagoi dhe kryetari i Partisë Demokratike. Në një konferencë përshtyp nga Selia Blu, Sali Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama është i gatshëm të heqë dorë nga procesi i integrimit vetëm të mos të miratojë heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas Berishës, Rama është përballur me kërcënimin e Ballukut se do i marrë me vete. U betohet shqiptarëve për kokën e Belindës e Lubis se Shqipërinë e jap, Lubin nuk e jap. Se integrimin e jap, Lubin nuk e jap, se është vetja ti. Vetja ti, Isa, se po të mos ishte vetja ti, Lubia kish marrë fund 5 herë gjerë tani. Po të mos ishte vetja ti, po është vetja ti. Edhe ajo ja ka bërë bet, me vete do të marrë. Për ish-kryedemokratin, rruga e vetme është rrëzimi i mazhorancës qeverisëse përmes revoltave. Ai dje u betua para shqiptarëve se të harroj Europa, se do lëshoj unë Belindën, vetë e ti. Çfarë ka parlamentin? A në gjurë çfarë tha apo jo? Kryeministri dhe kryetari i mazhorancës parlamentare, dhe është ai, mund të them që s'është mazhorancë, është fake mazhorancë. Kështu që nuk ka tani, çdo shqiptar e ka të qartë, që ka vetëm një rrugë, revolt, gjerënërzimin e tij. Ishte Sali Berisha. Dosja ish kryebashkiakut të Tiranës do të gjykohet në gjykatën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gjykata miratoi shqyrtimin e çështjes në ngarkim të Erion Veliajt, bashkëshortës së tij Ajola Xoza, si dhe 28 personave dhe shoqërive pjesë së njëjtës dosje. Vendimi mor nga gjyqtarja Etleva Deda. SPAK ka randitur ndaj Veliajt 13 akuza për korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje sendeve në burg. Xoza akuzohet dhe për pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Biznesmenët akuzohen për korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, fshehje të ardhurash dhe pastrim parash. Ish deputetja Klotilda Bushka akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Bota. Skandali Epstein vazhdon të trondisë qeverinë britanike. I jep dorëheqjen drejtori i komunikimit në kryeministri Tim Allen. Vendimi vjen pas tërheqjes nga detyra e shefit të kabinetit Morgan McSweeney, një nga këshilltarët më të afërt të kryeministrit.
Dorëheqjet lidhen me kërkesën e krijuar pas mbështetjes për Peter Mandelson, i nominuar për ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Washington, mes zbulimeve për lidhjet e tij me financierin amerikan Jeffrey Epstein. I uroj kryeministrit dhe stafit të tij çdo sukses, u shpreh Mellon. Dorëheqjet shtojnë presionin mbi kryeministrin Starmer, i cili po përpiqet të menaxhojë krizën politike të shkaktuar nga polemikat rreth emërimeve dhe lidhjeve të figurave kyçe të qeverisë me Jeffrey Epstein. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.